Apo dëni mi ofru një shembull që shumë më ka bo përshtypje? Tregohet një burr i kish dhonë Zoti pasuni, i kish dhonë Zoti të mira që s'ja dike skejen. Mirë po e shen një shok i veti, a i s'kish so kë, nuk i kish dhonë Zoti so këti, mirë po a i shumë ma i lumtur se kë, shumë ma i gzum se kë, shumë ma i dëfrym se kë. Atëherë nuk u duru edhe e veti atë shokën e vetë. A i shumë djallë fetar. Tha une, po të shë se ti shumë i lumtur, shumë i gzum, s'ki ti sa unë, tha qysh arrite ti me pas kitë knatësi. Tha, a dë me të vonë edhe ty lumëtëri, a dë me konë edhe ti lumëtur? Që tha pe lypi. Hajde tha me mu shkojna të një familje që ka jetim. Të një familje që ka met pa bobe pa nanë. Tragon tash ky protagonisti, ai që dojke me zjetë lumëtërin, thot kër më tha kështu kë shoku jem, kë vlo jem, thash vetë me veti s'ja qëlloj këtu. Pse s'ja qëlloj? Po tha une kur të shkoj të ai jetim me mërziju në veç mërzit në ma shumë, qysh muj me gjetë lumëturin kur shkoj me vizitu një jetim me jepi ati diqka. Po tha, vendosa që për një me aplëcua dëshire dhe me shku me e provu, a për një me është aty lumëturia? Dhe thët, bënë të bindun kër ju më shku, thët dhe ju më hinë atë shpi me jetim, më ka ndodhë një sen që ku me vdeke me dalë para Zotit kur to se harrez. Gjerosa, tha na i shumë të ju ndihmu aty në fëmijëve, aty në jetimve, u afru tha një djali vëgël, tha edhe po ma nxet për dore, po më grej për dore. Tha kur e këqyra, tha po më thët, o aqë, a ka mundësi veç ftyrën me ta po? Unë e tha rosh ngoj, e përqafuva ato e kopa në grek, thash, pse ti po dë me ma po ftyrën mu? Unë po në i përshtypje, tha kjo fjallë e ti, që në vlozën që i ka thonë. Tha veç po du, kur dalë para Allahut, me i thonë, he më rëzët, që të ftyrë, posh Zotin se shtin gjehnem. O Allah ruje që të ftyrë, se që kjo ftyrë mu më ka gëzu. Tha pasha Zotin, pe ati momenti, e kum kuptu, se lumëturia e vërtet nuk është që ka merë, se shumë njerëz kanë marë, kanë grumbullu, a mo që a tha pejgamberi alayhis salam, në fund asnjë se ka marrë me veti. Përveç aty në punëve dhe vepra të mira, që ato të vynë të Zoti. Që kjo fjale që ti jetimi, që ajo të krynë punë të Zoti, nuk të krynë të tjera. Prandaj që ajo është e jotja, që ajo që e jep është e jotja, jo ajo që e merë. Se që ato që e jep e gjenë të Zoti.